Në degën e Partisë Demokratike të Selenicës u zhvillua procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të ri të degës, një proces që u zhvillua në përputhje të plot me statusin e Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe mbi parimin demokratik një antar një vot. Zgjedhjet u zhvillua në një atmosferë të qetë me pjesëmarrje të strukturave dhe antarësisë së degëve, duke reflektuar angazhimin e demokratëve të Selenicës për forcimin e organizimit politik dhe demokratik në nivel lokal. Në garën për drejtimin e degës morën pjesë dy kandidat, Arbër Sulaj dhe Shpend Balilaj, të cilët zhvilluan një garë të konsideruar dinjitoze dhe korrekte. Të dy kandidatët u vlerësuan nga antarësia për seriozitetin, integritetin dhe përgjegjësinë e treguar gjatë gjithë procesit zgjedhor, duke kontribuar në ruajtjen e standardeve demokratike brenda partisë. Pas numërimit të votave dhe përfundimit të procesit zgjedhor, fitues dhe kryetari i ri i degës së Partisë Demokratike në Selenicë u shpall Arbër Sulaj. Zgjedhja e tij u prit pozitivisht nga antarët dhe strukturat lokale të Partisë Demokratike, të cilët e konsiderojnë atë si një figurë me kontribut të rëndësishëm ndër vite në forcën politike dhe një përfaqësues të brezit të ri që synon të sjellë energji, frymë të re dhe një qasje më dinamike në organizimin e partisë në bashki. Procesi zgjedhor u ndoq nga afër edhe nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Aurel Bylykbashi, i cili përgëzoi strukturat e degës për zhvillimin korrekt të zgjedhjeve dhe uroi kryetarin e ri Arbër Sulaj në detyrën e marrë. Në fjalën e tij, Bylykbashi theksoi rëndësinë e bashkimit të demokratëve dhe forcimit të strukturave lokale në funksion të sfidave politike që e presin opozitën në nivel vendor dhe kombëtar. Urime për kryetarin e ri pati edhe nga paraardhës në këtë detyrë Leonard Rakipaj, i cili drejtoi degën e Partisë Demokratike në Selenicë gjatë viteve 2022-2025. Rakipaj vlerësoi procesin zgjedhor dhe shprehu besimin se drejtimi i ri do të vazhdojë punën për konsolidimin e strukturave të partisë dhe rritjen e përfaqësimit politik të Bashkisë së Selenicës. Së bashku me kryetarin e ri u zgjodh edhe kryesia e re e degës së Partisë Demokratike në Selenicë, e cila pritet të nisë menjëherë organizimin e strukturave dhe përgatitjen për angazhimin politik të periudhës në vijim. Burime nga dega lokale bëjnë me dije se fokusi i drejtimit të ri do të jetë afrimi i të rinjve, aktivizimi i strukturave në çdo zonë të bashkisë dhe rritja e komunikimit me qytetarët. Arbër Sulaj konsiderohet si një prej figurave të reja që ka kontribuar prej vitesh në Partinë Demokratike në Selenicë, ndërsa mbështetësit e tij e shohin tek mundësia e një fryme të re politike dhe organizative. Me zgjedhjen e tij në krye të degës, demokratët e Selenicës synojnë që të hapin një kapitull të ri në funksionimin e mirë organizimit dhe forcimit të partisë në nivel lokal. Pas një drejtimi 3 vjeçar nga Leonard Rakipaj, tashmë Partia Demokratike në Bashkinë e Selenicës do të drejtohet nga Arbër Sulaj, i cili merr drejtimin e degës në një moment të rëndësishëm për organizimin dhe sfidat politike të opozitës në vend.